falëndrimi të konë Allahut vetëm, salavatet mbi Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, i cili në ka tregu se gjatë ditës është shpendu 100 herë dhe gjatë ditës është shpendu 70 herë, dhe se Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë qiell dhe tokën e ka kriju dhe njeriun për të pendu, dhe nuk ka ibadet më të mirë të Allahu Gjelle Gjelaluhu se pendimi. Prandaj shahadetin la ilaha illa Allah kemi me këthim të Allahu. Allah i mohon tjertë, këthauni të Allahu. Këthauni të Allahu sa atje e gjenë udhëzimin, dhe gjdo i dërguar i Allahut është pendu. Gjdo i dërguar i Allahut është pendu. Para mendoj nëse i dërguar i Allahut pendohet, çka na mbet tjerëve? Dhe melekët që s'bëjnë gabime rinë para Allahut të pendua, para mena. La ya'sun Allah ma amarahum. Ato melekët nuk i bëjnë Allahut mëkat, as mendja së shkon. As nuk dojnë me bo mëkat. Megjithatë pendohen te Allahu xhalla xhelaluhu. Për kësaj kuptojmë se besimtari pendohet në fillim të ibadetit, në mes të ibadetit dhe në fund të ibadetit. Kur japim selam namaz, se ndër e parë që ndoshta edhe shpesh e harojna, që e themi astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. E harojmë, por kjo është istighfari. Pra dhe haxhin kur esos, edhe umrën kur esos, prej nga e prapa po them, edhe zakatin, edhe Ramadanin, agjerimin që e bën, edhe namazin, edhe shahadetin, krejt këto janë ibadete që në fund, e në mes, e në fillim, janë përbëra prej pendimit. S'ka operacion në këtë botë më të vështirë se operacioni i pendimit, e cila ka të bëjë direkt lidhje me mendjen dhe me diturinë që e kemi për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Me konë që njeriu është çdo herë sikur namaz, a të shkon mendje me bo mëkat namaz, mundet me të shku. I për radhë. Dhe ti e din sigur se mendja kur të shkon namaz, me bo mëkat, ajo është vezvese. Ajo është vezvese nga ana e shejtanit. Ka shejtan special i cili hecë në trupin e njeriut, dhe prej ditës që kemi lind, a i në përcjem neve dhe mundohet me të bëtë cytje. Andaj Rasulullahi a.s. e ka thirë, ka thënë kur thire ezani, ik shejtani. Kur të ndalet ezani dhe i falë sunetet, vjen shejtani. Kur thiri kameti, ik shejtani. Kur lidhesh në fars, të vjen shejtani dhe të folë. Këto janë operacionet që ndodhin me njeriun në neve për ditë. Dhe mendja është shumë e shpejtë. Kjo mendje duhet më shfrytëzue me u pendu të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Robi, njeriu, në momentin që e harojmë Allahun, e harojmë madhërinë e tij, dënimin e tij, xhehenemin e tij, madhështinë e tij, njeriu bën mëkat. Momentin që të ofrohet oferta dhe pak socializohesh me atë, thu s'ka dert për pak. Thu do të pendohem, thu do të rregullohem, duhet besimtari me mendu disa sene tjera. E para është el-ikhla'u min adh-dhanb, lufto me veten me unda prej vendit të mëkatit. Lufto me vetveten se ti e din se ka Zot i cili të dënon. Ka Zot i cili të ka krijuar. Dhe ky Zot Gjelle Gjelalu ti ka dhënë të mirat, ka dhënë gojë, shpirt, sy, vesh, familje, dashamir. Ti do njerëzit të respektojnë. Ki Allah Gjelle Gjelaluhu të ka inspirue, ti mos e harakët. Andaj luftën tonë dhe bëne për t'u largu prej mëkatit, edhe nëse keran mëkat. Kur mos u gëzo me mëkatin, mos lejo me u gëzu dikush, mos lejo dikush me eksploatue, me përfitue, me të qesh, me të lajmërue, me të publikue, se vetë publikimi i mëkatit është më i madh se mëkati. Vetë publikimi dhe gëzimi dhe krenaria me mëkatin është më i madh se mëkati. Andaj largoju për kësaj, dhe prej njerëzve të cilët ta japin mëkatin ta shtrojnë, largoju prej shokut tënd i cili të çon mëkat
e ti kujton mëkatet. Njëri bën gjunahe, nëjna mëkatar, por besimtari duhet të ja bën një luftë të madhe mëkatit. Besimtari duhet të ja bën një luftë të madhe mëkatit. Andaj hadithin e Beni Israilve të personit që kishte vrarë 99 njerëzi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se i boni 100 zbashku me hoxhën ignorant i cili i tha la taubata laka ski pendim. Një qili boni, hoxhë shtaj, ama ignorant, ma gjahil se hoxha i cili thot se s'ka pendim, s'ka gjahil ma të matë saj. Andaj djetarët islam ka thonë, el faqihu hal haqqa el faqih, djetar, i vërtet, faqih, është ai i cili të afron ka pendimi e të largon prej mëkatit. Ai i cili ta shton frikën prej Allahut, ama ta shton edhe shpresën. Ai i cili ta shton këtë interes, të afron, kjo faqih i vërtet. Kjo faqih s'ka ditë, njeri ka qenë nervos, full me nervos. Andaj djetari i vërtet, kur shkon të ai, i thot largohu prej fshatit se fshati e ka fajin. Si, fshati e ka fajin? Po, fshati e ka fajin. Sa ai fshat kanë qenë provokanta, në jetojnë në kone provokimit. Ai fshat kanë qenë provokanta, me bëmë të provoku dikush, subhanallah, prej gjamis të dalë, më në ta propunën dikush, dush me vrahe, zotin arrujt. Po nëse njëri është nervos, edhe e ka të momentin, atë afektin, të provokon dikush, më në shmerar më katë, të vrasis, subhanallah. E ti se din, prandaj, besimtari i rri gati kësaj. Vëzër, na e kënë një shejtan, i cili, për si cilin prej neve ka plan, këto mos gabo me harru. Shejtani jonë që na e kemi, i cili shkon deti dhe jep informatat e shejtani i madh, të iblisi, a i ka plan me si cilin prej neve, deli ditën e vdekjes. Ka plan. Pash Allahun, qish kishe vepru e tash nëse e din që do me të vra dikush. Ko dërë pijamijës. Me të kalzu dikush sigurt, prej pim merki, të kalzojnë pim rejna. Të kalzojnë se e kije njërin hazër. Nga disa njerëzë sikur që i shuhim në përlajme se janë sigurt, mrejna se janë sigurt jashtë, e kështë më radhë. I kalzojnë ata, e kanë ndëgjue. Qish kishe me vepruhe? Apo nuk dërë rahat shtu, ha? Po përgatite, shtu ka dali njerë. Letë dali kisho kjem, masaj unë e dal, e kështë më radhë. Kjo është shejtani. Inna shejtane kana lakum aduwa, fattakhidhuhu aduwa. Innehu yad'u hizbehu yakunu min ashabin nar. Ai është armik i juaj i përbetuar, Allahu thot. Armik beki. Po çka na bën neve njerëzve? Na nuk e shoh na me sy ata. Na e lexojnë këtë punë, thënë kur gjas është, s'është shumë interesant. Po. Ai s'ka harru, ti ke harru. Unë kum harru, ai s'ka harru. Ai ka planin e vizatuar, me devijue. Prandaj qëndro besnik me Allahun, edhe nëse bën gabim, edhe nëse bën gjuna. Qëndro besnik me Allahun xhel xhelalu, këto net janë net të pendimit pendohu. Dhe formo plan kundër planit shejtanit. Adu, Allah ka thënë armik i përbetuar. Hase me ki. Ti mund është me thonë, po si ku babe kur gja. Baba ju një ka ba. Na jena bita Ademit. Baba ju një ka ba ati. Që i ka ba? Në Gjehenem ka me shkuaj për gjithë mund. Ja ka marë fronin ati. Emrin, namin ja ka marë. Ta nëvë taj. Allahu Gjelle Gjelalu në ka kriju për ta. Sebeb i krijimit jemi mos pranimi që ai në vetje ka pas ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj dhe neve o vëzër. Allahu ne ka kriju një jetën tonë, një konkurent, si Ademi a.s. për iblisin, kujdes në punën tonë, zanatin tonë, hoxhallakun tonë, profesionin tonë, gjithë shka që kemi. Kujdes, mos gaba me dalë karshe, Allahu Gjelle Gjelaluhu për një sen që Allah e ka dhonë më të mirë se na dikujna. Kujdes. Ajo është armik dhe ti dush me cili kujdes shumë. Prandaj, thirrja jonë është, o ti cili nuk falë namaz dhe se ke vendos akoma, nisja falë namaz. Namazi s'është për hoxhën, as për xhamien, as për babën, as për nanën, për vetë. Namazi është si shahadeti. Ai thu vetës musliman? Po. Kur vjen puna e numërimit popullatës, apo shkruash musliman? Po, ata shkruaj dhe namazli. Filloi namazin. O ti cili thu la ilaha illallah, mësoj besimin tanë. Ti mësojmë veprat që na qesin prej fesë islame. A pas ka? Po, sikur abdesin që e prish. Gasi,
e prish jashitja, e prish urinimi, e prish kjo dhe kjo dhe kjo, edhe Islami prishet. Mësoj, se ende që ka e prishin shahadetin, ta mësojmë namazin ton, ta mësojmë ardhjen, ta mësojmë frikën prej Allahut, ta mësojmë pendimin. Sepse nëse dikush prej njerëzve na mëson neve se pendimi është një herë pendosh u bën djalë i mirë, jo. Pendimi është deri ditën e vdekjes. Pendimi është luftë që ta bën shejtani. Ai mundohet me thonë gaflet, ti mu jak me pendim. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk është pa shejtani më i mërzit se ditën e Arafatit, kur birit Ademit i falën krejt mëkate sikur me lind prej nanës vet. Paramendo shejtani thot, unë e kom shti njërin 70 vjet me luftu, me u boj keq. Mos me fal namaz, me u boj keq, në fund pendohesh, ju bedilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu t'i ndron mëkatet me sevap. Kjo është mendimi më i saktë. Gjunohin Allahu ta shkruaj ka sevap. Po. Edhe ai drog që ka shita, edhe ai. Ama nëse pendohet, me kusht nëse pendohet. Çish bëj ka shit drog oti. Po bre dhe aj. Edhe për atë pas ka vend, edhe për atë ka vend. Edhe aj që ka mërë harash njerëzve, edhe aj. Edhe aj që ka vra, edhe ati ja falë ka Allahu, pasha Allahu ja falë edhe ati. Vetë se haku me sti dhe Allahu, të pun tjetër. Allah ja falë krejtve. Edhe aj që ka luftu këtë feja, po be vëllezër, edhe aj që ka luftu këtë feja. Omar ibn Khattabi ka qenë luftus i kësaj feje, luftus. S'kalon musliman parrej. Nuk kalon musliman pagodit. Ma dje është kësë nuk ka thonë ka me vra Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kur ka artë Muhammedi a.s. nuk ka pas zemër, jo se s'ka qenë trim, por njeri o trim është kundër një sendit që është zullumqar, kundër kriminalit o njeri trim, a kundër burit mirë se më nësh me qenë trim ti, se s'ka po kërgjaj ti. Vjen të Rasulullah a.s. ja merë Rasulullah a.s. krahin dhe ullu Omer, ullu, është ullu Omer, dhe është do musliman. Sepse puna është e drejtë. Andaj lufta jonë me shejtanin është deri në fund me u pendue. Nëse thot dikush mos u pendo, nëse të fol dikush si ka mundësi gjithë të mëkate i kiba, nëse të hanë dhe të brenë kjo të vetja, ta di që është tamam, lufto me vetën dhe pendohu. Pendohu dhe banu djali mirë, ja para njerëzve, jo, para Allahut. Banu djali mirë para Allahut. Dhe bëjmë njerëzit mirë para Allahu Gjelle Gjelalu, të pendohemi si duhet, se këto janë net të pendimit. Andaj kur Allahu Gjelle Gjelalu e përmend Ibrahimin a.s. thot, Awahun Halim, Ibrahimi ishte i penduari i madh, i but i madh para Allahut. Awah, në çdo rast është krika Allahu. Kështu dhe Rasulullah a.s. të cilit janë falë mëkatet në fillim edhe në fund, ka thonë astaghfirullah. Nëse themi astaghfirullah me mësu gjuhën tonë, astaghfirullah është modesti para Allahut. Astaghfirullah kur kërkon falje, ngrohje, afërsi të Allahu Gjelle Gjelaluhu, është këthim ka Allahu, ka i fuqishmi, është pranimi fajit, është dedikim ka Allahu, është largim nga e keqja. Astaghfirullah e sirë selamin tokë, paqen tokë, nuk ka mundësi me të bëhë mëkat, edhe keq, edhe krim, njeri që thot astaghfirullah për njime. Faljen ta ndazët, lipe faljen ta Allahu Gjelle Gjelalu, që sa herë që me ndonë se ki bëhë diqka për Allahun, edhe me e lartë është puna Allahut, edhe me serios edhe me e mirë është puna Allahu Gjelle Gjelalu. Në dhe historinë tonë muslimane, edhe kur ka pas shëriat, para me nda, kur ka pas shëriat të Allahut, kur kriminelët janë varë në kryqa, kur kriminelëve i është prej dora e djathë dhe kama e majtë, që kanë bërë krimet më dhata. Në atë kohë, ka qenë një mafios, jo kësi mafios të kohë sodi që ju rinë mas, dikush tjetër. Mafios, a i ka qenë mafiozi. Pro tri që kanë pak merak, kanë pa filmat mafiosve, që a i ka qenë mafios. Jo mafios të filmave. Fudajl ibn Iyad ka jetu në kone të abijinve. Njerëzit në haqë kur kanë shku, kanë thonë, që a i Fudajli mos la dale për para, besë, ne i merë krejt, dhe leqive ka marë pasurin, edhe i ka vra. Edhe i ka vra njerëzit. Fudajl ibn Iyad ka qenë qaqi shpejt, i shkath, s'ka në mujtë me zanë. Me vjetë, dere sa njerit prej ditve, hyp
në shtëpinë e dikujna prej muslimanëve, thuhet në kat dytë ka qenë, hip por me plaçkit njërin. Namaz natë ka qenë duke fal namaz. Njëri, vaj se ka diktu hiç, se ky hajduti ka qenë i njohur për këtë punë. I zaif ka qenë ai, ka hip hazër e pret që t'jape selam, edhe t'ja marrë pasurinë edhe me vra. Plaçkec që dënimin shariat e ka në kryq, në shesh, në pllashtat me qitë. Filoni në kryq, i ngulën baskijat këto, edhe në ball, edhe në kam, edhe lihet çashtu me vdek. Ky është dënimi ati në shariat. Ky s'ka pas inspektora bi thirr telefon me shpëtu këta. S'ka pas. I ka bëhë këto vepra me vjetë, derisa ka hyp për me bëhë këtë vepër më të keqen në dunja që ekziston, për i më të qijave, njëri rahat duke falë namaz shpit vetë. Ai ka qenë duke lexuar fjalët e Allahut, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. As ka ardhur koha që besimtarëve t'u zbuten zemrat për frikës Allahut. Dhe lexuesi fal namaz edhe e përsërit. E përsërit ajetin një herë, dy herë, tan natën e përsërit dhe çan. Lexuesi e Fudaili ka nisë me kajt. To e prit ndikohet për ajetit. Fjala Allahut. Kriminali më i madh. Fudaili kanë thonë, nuk mos na dal përpara ai. Fillon me çajt dhe kur jep selam, i thotë o filan, unë kom hin shtëpinë tonë me të grabit. Mi po lop në sy. Unë jam pendu të Allah. Për të qijave që i kom bë krejt. Dhe shkojnë e dërgojnë nesër në atë farë policinë, s'ka pas polici si kur sot po, në atë farë vendin e khalifës për siguri që ka qenë, e dërzojnë. Nësa Allahu Gjelle Gjelle ka thonë në Kur'an, min qabli an taqdiru alejhim, lejot me u pendu ata para se me i kapjo ata. Se me konë që i pendot, me se ta ka policia, çfarë pendimi është ajo? Krejt pendon atër, kur ta ka policia, vallaj pishman jam. Po për para mu pendu, kjo vjen dërzohet vetë. Thot, unë jam filani, krejt këshia që i kumboj për nëj. Shariati a falet i njëherë. I falet ati, ndërsa mbrapa a i shba djetari më i njohur në dy haremet. E shqipë në televizion, Mekkën dhe Medinën, a i e ka emrin, nofkën e vetë, ja Abid el Haramein. Abid el Haramein, adhurusi i dy haremeve, i Mekkës dhe Medinës. Dhe Allahu ja ka dhënë një djalë, Ali ibn Fudail ibn Iyad, i ka ndru jetë namaz për frikës Allahut. Ali ibn Fudail ibn Iyad, djali i vet, ças muslimani mirë që ka qenë për frikës Allahut, imami që ka lexuar në namaz, i ka ndru jetë, fe shahi ka shahqaten, i ka dhënë shpirt Allahu xhela xhelaluhu. E kur i ka ndru jetë djali i vet, ky dietari Fudail ibn Iyad, hajduti i njohur, në atë kohë ka thonë, ja Rab, o Allah, a qa që më paske dasht muhe në më marrë djarin para mua? Po i tregojmë të raste se këto ka ndodhë në shariat duke pas. Na nuk jeton në shariat. Ti ki haram sot jashtë, ki muzik jashtë, ki të kësia sa dush, ki drogë sa dush, ki kriminal sa dush, ki të kësia sa dush, djentri, filmat të ndryshëm që reklamot në kohën e sotit kriminali, që regjisorët atyre filmave dhe ato që i qesin krejt janë për diku tjetër. Ajo reklam është në kohën e sotit. Të gjitha këto sende i kije, ti e djali i ri. Prandaj ka ardhur në ather se Allahu busqesh, sikur që i Allahu xhela xhelaluhu, qeshet Allahu me një djalë të ri, i cili ka epshin e vet dhe i bukur është krejt, ama i vjen në xhami. Ama ja adhuron Allahun xhela xhelaluhu. Dhe i lën krejt të sende për hir të Allahut. Prandaj djali i ri, vajzë e re, musliman, gjithë na, të vjetër, e tri, e të fort, e të dopt, e të smut, krejt du të më pëndu të Allahu, dhe për fund, djeni se Allahu ka thonë, tubu ila Allahi, pëndohun gjithë të Allahu, ejuhel mu'minun, o ju besimtar, nuk ka thonë, ejuhel kafirun, o ju besimtar musliman, pëndohun të Allahu, la'allakum tuflihun, që ju ndashtat shpëtoni, o men lem jetub, fa ulaika humudh zalimun. E kush nuk pendohet është zullumqar. Dietarët islam kanë thonë, Allahu i ndajti njerëzit në dy grupa, jo tre. Ose të penduar, ose zullumqar. S'ka tre. S'ka për atyre që thënë, unë abstenoj. S'ka të abstenum, jo. Ose pendohesh, ose zullumqari. Pro kriminal është, ai që s'pendohet është kriminal. Pendohu, afrohu, rrimet të penduar, duaj ato njerëzit. Duaj njerëz të dopt, ndihmoju njerëzve, afroja dikujt në pendimin.
Shpesh herë na kur këshillojna, kur I këshillojmë njerëzit, na I thëna e janë xhami. Njëri thotë s'kam buk me ëngër vëlla. Kjo që kanë punë. Shpesh herë duhet më ndihmu me sendet sa kena mundësi, nashta shtëpisë më na më drejt. Me një herë, ama duhet më azgat dorën. Duhet më azgat dorën njeriut. Jo vetëm fjalë më thon eja. Duhet më azgat dorën. Tjetri s'është I martuar, duhet më martu ata. Tjetri e ka një problem tjetër, e nguc dikush. Tjetri është borx te mafiasht. Duhet më dal krahati, më thon ka dalë burr. S'mundësh familjen ja marr qaf. Ha, kanë ndonjë raste të vështira, të rënda shumë. Familjen ka shkuja kanë desh, krejt. Po çka do të më bëj atina? Jo në krysh, në raket me hip me çon Mars. Çai ka faj familja ati. Dhe raste të tilla plot që bën, duhet shoqëria muslimane një lehtësu njerëzve pendimin. Një lehtësu pendimin. Jo më ja vështirësue. Allahu xhelalu xhelalu lus që Allahu këto net talshon mëshirën e vetë në zemrat tona. Allahu të na mundson pendimin. Allahu të na bën prej thirrësave rrugën e Allahut. Na bën prej atyre që I tërheqin njerëzit në xhami, I tërheqin shpëtim, I tërheqin ila daris salam, në shtëpinë e qetësisë edhe paqes absolute. O Allah na mundso. Walhamdulillahi rabbil alamin.